jepe këtë fitore se të ka para të ka brava, është kot kjo. Shi fitoret e tjera, kjo është kot. Kjo është kot, nuk e du këtë fitore, thuj se s'është e pastër. Kaq. Shiko, Moza, janë të gjëra për të thënë. Edhe kushtra me flasim drejt. Unë e di për shembull që do thot në kush, ja po ti pse kundra Mozës? Jo, nuk jam kundra Mozës. Unë jam pro asaj të vërtetës. Tani Moza, kur bëre një sfidë ti për shembull, Romiri të ndihmoi shumë dhe neve për shembull e vlerësuam sfidën tënde me gjithë shpirtin që ti dhe tek ajo sfidë e favorizuar ose e ndihmuar nga fermerët e tjerë. Të vlerësuam për iniciativën, për kushtimin që i dhe asaj sfidët, për moshën që ke, gjitha me radhë, na bëre për vete dhe patjetër vlerësojmë. Inteligjenca jote është shumë lartë në krahasim me ata të tjerë, por këtu ndodhi një lloj autogoli, le të themi. Sepse unë nuk e kuptoj pse duhet i thoni ti thua ti dhe shumë të tjerë aty bujakës që nuk ishte sfidë sinqert. Shiko, si fermerët aty brenda dhe si juve, si puna ime që ndiqni këtë lloj formati, nuk duhet fare absolutisht i drejtoni bujakës që për çfarë bëri ai atë lloj sfide ashtu. Perceptimi bujakës për shembull, e unë e mendoj sikur të jem vet. Perceptimi bujakës ka qenë që këtu për shembull është ose shpëtim ose eliminim. Votave të publikut nuk i di ata asnjëherë se si mund të funksionojnë. Çfarë ndodh? Atë që, domethënë, kujt duhet t'i kërkoni llogari juve? Kë duhet ju t'jeni kundrejt kujt duhet t'jeni ju skeptik? Kundrejt kujt ju duhet t'jeni skeptik? Kundrejt kujt ju duhet kërkoni llogari dhe kundrejt kujt ju duhet kritikoni? Nuk është bujaka, absolutisht. Unë mendoj që është produksioni, për shembull ose ata që kanë organizuar atë sfidën. Për çfarë arsye, duke ditur që aty janë 2 tunele, janë 2 meshkuj dhe pjesa tjetër janë 3 vajza. Tani si mund të fusësh në 2 tunele, me thënë të drejtën, 2 çuna me 3 vajza, kur një çun është për 5 goca, për shembull ka forcë sa për 5 vajza, 6 vajza, okay? Tani, e pa favorizueshme normale që ishte bërë sfida nga vetë produksioni, dhe nuk është budalla ai produksion, është te masë i zgjuar se nëse nuk do t'ishte, nuk do të bëhesh kjo që unë po bëj tani që po e diskutojmë mbi këtë. Pra, është bërë kjo lloj sfide për të qenë sa më diskutuar. Bëjmë një analizë, nëse ishte kaq e pabarabartë, pse produksioni e pranoi dhe nuk bëri 5 tunele për secilin fermer? Dhe kush fermer ti ishte më i shkafti, se aty nuk ishte punë force ishte përplasja fizike. Punë shkaftësi është pjesa na këtu e këtej lart, okay? Është pjesa e duarve. Kush zgjidh më përpara litarët, edhe kush ikën më poshtë, më shpejt e gjitha me radhë. Nuk ishte forcë fizike fare aty. Forca fizike ishte vetëm në përplasje fizike. Gjë që e kishte bërë me kas produksioni. Tani, për çfarë arsye për shembull kur produksioni e ka lejuar këtë si sfidë, patenta e pas ka lejuar këtë si sfidë, barazia gjinore është në fuqi akoma 50-50, tani, për çfarë arsye bujaka duhet ta lëri ta fitojë tjetrat të shkojë një hap drejt fitores, drejt çmimit të madh. Kur si Sara, si bujaka kanë lënë fëmijët e tyre në shtëpi për çfarë? Për një të ardhme më të mirë. Cila është ajo ardhme më të mirë? Patjetër për të krijuar imazhin e tyre, por mbi të gjitha, si un kam qenë vetë vjet, unë nuk kam qenë aty vjet për shembull në firma VIP 2, që kam qenë në finalist top 3, për shembull isha vendi i tretë. Nuk kam qenë as për famë, as për gjëra, nuk më interesonte as fama, as por mu më interesonte leku. Një ndër këta mund të jetë dhe Bujaka, mund të jetë Sara, mund të jetë Vanessa, mund të jetë ajo Bajko, mund të jetë dhe Henry, okay? Disa mund të jenë për famë për shembull, por po marrim këtë epiqendrën. Pra, çmimin e madh. Për çfarë arsye duhet ta lindë Bujaka kur ai ka lënë të shtrenjtët e tij jashtë për të sfiduar aty? Kush ishte arsyeja? Hajde se mund të qëllonte për shembull që kishte krijuar një miqësi siç e kisha unë me Anduelin dhe okay, hajde se bën hallall drejt që e hëngër, e kupton? Por kur ju jeni gati të i pini palcën në shtyllë kurrizore të gjithë secilit ju njëri tjetrit, për çfarë arsye do ta lindë Bujaka? Pra mos i binin qaf Bujakës, nuk po dal mbrojtjet Bujakës, po dal në konkluzion logjikës. Mos i binin qaf Bujakës pse e fitoi. Me gjithë shpirtin e tij ai ka dhënë, domethënë ka bërë garën. Pse? Se e ditë shumë bukur që ndoshta mund të eliminohesh.
Tani, për çfarë arsye duhet të bujakat ja ulej vajzave? Pse janë vajza? Jo më shpirt. Jo, në sfidë janë të gjithë një lloj, si ai që është artist dhe si ai që është bloger, e kupton, apo influencer. Pra janë të gjithë kanë hyrë për një qëllim, kush është qëllimi? Për të demonstruar veten e tyre dhe për të fituar çmimin e madh. Atëre për çfarë bujaka duhet ta lej kur që nga një sfidë barabart? Pse produksioni e vuri? Pse hani karremin e produksionit? Pse hajnë me një tjetrin? Pse i binim qafat i çunit? Unë jam pro sfidës të ti, ishte e fort, ishte e dhunë, pa tjetë është sfidë, o zemra, është sfidë. Ka i do të kuptoj, jo po do të respektohen të ka një limit. Limitin, që se kishe limit, produksionin nuk duhet të vendoste atë si sfidë. Kaq, mbaroj, këtu mbarën diskutimi. Prandaj jam edhe te Moza, që Moza i bëri një autogol vetes, se nëse to ecim tek ato lloj sfidas dhe Mozën e ndihmoi Romiri, për shembull në sfidën e saj, pavarësisht ne e komplimentuam për moshën dhe për përkushtimin që i dha sfidë. Ca gjëra duhen thënë, zemrat e mia. Okej? Ca gjëra duhen thënë. Unë Mozën patjetër që nëse unë do të kisha mundësi të jepja çmimin e madh, asnjë nuk e diskutoja Moz. Po drejt që emër, ca gjëra duhen thënë. Unë për veten time jam këtu e 7 vjet, 8 vjet që i komentoj këto formate dhe jam këtu që jam. Kot nuk janë 200 e ca mijë njerëz në Instagram, në Facebook apo në TikTok, kot nuk janë ata. Vlerësojnë atë që unë them. Pra, unë nuk duhet të jem një ans këtu. Kaq. Pavarësisht ata kanë miqësi patjetër, se unë i pashtë më mbrapa, por shkonin mirë, u sqaruan këtë thash. Unë për vete si publik që e ndjek atë format 24 orë 24 kur jam në punë, montojnë atë tubo atje, zemra. Isha te Baçe, po va disja tani, e kisha në YouTube. Se e shikoj, e kupton? Dhe thash, okay, nuk po flas, por sepse kisha punë. E thash, kur të shkojmë në shtëpi, po i bëj një përmbledhje të mirë kësaj gjës, se sinqerisht është bërë e tepruar. Nuk ka faj bujaka. Dhe Moza duhet t'i kërkoni llogari pse produksioni organizoi kur që nga kjo kaq sfidë e pa barabart, pse e organizoi? Kaq thini trurit. Hajde vjen.